Po, çështja e parë që mendojnë është që këtë gjë e kemi diskutuar shumë herë edhe para se mu votu zoti Rashiq, edhe kur është votuar zoti Rashiq, sepse kjo çështje nuk është trajtuar në aktgjykimin e kaluar të gjykatës kushtetuese. Ka pas një aktgjykim për këtë gjë, të cilin lëvizjave të vendosje ka dashur me keq lezu qëllimisht. E këtu pastaj u bë pjesë edhe Liga Demokratike e Kosovës, si tha edhe ti. Dhe më thonë që po u lejo ka që mos me e zgjell dikë që e propozon shumica, po me e pas dikë që pajtohen deputetët e jo të komunitetit serb në këtë rast. Që është shkelje e logjikës të ndërtuar në Kushtetutën e Republikës. Por çfarë kuptimi ka me vendos shumica shqiptare për pakicën? Sepse kjo s'ka kuptim, sepse ata janë përfaqësues të komunitetit. Ata i kanë vendet e garantuar, e kanë si përfaqësues të komunitetit. Dhe për atyre përfaqësuesve të komunitetit pastaj duhet me dalë personi që ulet në ulsën që i takon po ashtu komuniteti serb në këtë rast në kryesinë e kuvendit. Pra nuk mundet përfaqësimi me u delegu. Dhe në këtë drejtim mendoj që kjo ka qenë ajo huqja e interpretimit që thoshin dhe po thonë edhe sot, fatkeqësisht disa që nuk shkruan kështu në kushtetutë, rregullorja e kuvendit është në shpërputhje me kushtetutën, rregullorja e kuvendit e specifikon çysh realizohet ai obligim kushtetues. Obligimi kushtetues është që një nënkryetari i kuvendit prej 5-sh do t'i takoj komunitetit serb. Një tjetër i takon komuniteteve tjera.